Komuna e Prishtinës ka nisur punime gjithandej Prishtinës. Punimet në rrjetin nëntoksor të kanalizimit dhe ujësjellësit janë duke u bërë edhe në qendër, më konkretisht në rrugën Sulejman Vokshi prapa sheshit Zahir Pajaziti. Por sipas banorëve, punimet edhe këtu si në shumë vende të tjera të kryeqytetit po zvarritën. Megjithse ka përfunduar infrastruktura nëntoksore, pjesa mbi nuk është kthyer në gjendjen e mëparshme, e banorët thonë se nuk dinë nëse ndonjë projekt i ri do të zhvillohet aty. Në këtë mënyrë, balta për ta e për shumë qytetarë që frekuentojnë këtë pjesë po paraqet problem. Që ky problem i këtu është shumë i gjatë, disa vite më herët. Edhe këta gjithmonë kanë qitë ujë me gypa me në parat shate. Janë anku, kam thirë televizion, gjithë ka janë anku. Nuk e di qysh kanë mrit me bind njëherë ujësjellësi, ka ardhë, e ka grapu njëherë prej qëtu i qëtë pjesë. Edhe komuna ja u ka ndalu punët. Edhe ka kalu begi një kohë, se di sa mas sa 3 javë, 4 javë se di, e mandej e kom pa kanë ardhë tjertë njerëz me betonu. Ata kishin qenë privat, kishin lidh kontrat me komunën. Balt po hekim na, qysh po hekim qysh e kanë lonë këtë shatën këto, kjo hala si mës me kone përfundume, kjo do të mu regullu, këto është botë me. Milot Baftiu ankohet se nuk janë informuar nëse do të kthehet gjendja e mëparshme apo do të ndryshojë struktura mbi toksore. Problemet tona kanë fillu që prej nëntorit për një kanalizim se kanë fillu komuna me regullu, edhe që kush është pa regullu, veç ma kanë fillu për herë dytë punimet. Njerë janë kry punimet herën e parë, pas që janë kry kanë fillu apet herën e dytë, që kush parking nërma nuk kem këto, smuj makina tona s'kem as ku mi parku më këto. Njëjtë lëq, s'kem me dala njëna na dhëtë mësila, këto shkollë që kanë qenë janë krejt gjitha janë jekën, nuk e di deri kur sa kanë me zhatë të punime, nuk kem kur far informate as prej komunës, as prej kontraktorit që të i kry punët, punime që të i kry, nuk kem kur far informate as qa të boa. Drejtori i ri për investime kapitale Sokol Havolli thotë se ata janë duke e shtyrë përpara një projekt që është propozuar nga disa banorë të kësaj pjese të qendrës së Prishtinës. Por përderisa punimet nëntoksore kanë përfunduar, projekti për këtë pjesë të qendrës së Prishtinës është ende duke u shqyrtuar nëpër drejtoritë e komunës. Nuk është që kam informata të plota, kam pasur një ndërhyje që kam përfunduar që ka pas problem me kanalizimin. Ne e kemi një propozim prej banorëve që kam përcjell te ne për ndërhyje sipas kërkesës së tyre. Atë projekt e kam marrë sot prej drejtorive përkatëse, kështu që pasi e kam marrë do të kërkojmë lejen adekuate, pastaj do të dalim dhe do të shohim kërkesat e banorëve prej së afërmi. Deri në implementimin e projektit, gjendja në këtë rrugë do të mbetet kështu. Nuk kthehet në gjendjen e mëparshme deri të implementohet projekti i ri. Banorët e kanë kërkesën të shfaqur përmes projektit që ka ndërzuar. Projekti e eliminon baltën dhe do të trajtohet në atë mënyrë që do të jetë në optikën e lagjes dhe nuk mund të bëjmë diçka jashtë format. Punimet që po hasin në kundërshtim të banorëve brenda qendrës së Prishtinës janë duke zhvilluar edhe në rrugën Recep Luçi. Ishin këto të gjitha çfarë ne kemi përgatitur për këtë edicion, kështu që